Kryeministri Albin Kurti ka vlerësuar një marrëveshje me opozitën për zgjidhjen e presidentit dhe është e domosdoshme për të shmangur zgjedhjet e reja, të cilat sipas tij janë të panevojshme. Ai ka theksuar rëndësinë që Gjykata Kushtetuese e Kosovës të dalë me një akt të vendim të qartë lidhur me procedurat për zgjedhjen e presidentit për të garantuar që çdo veprim i mëtejshëm të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin. Sipas kryeministrit, funksionalizimi i shpejtë i kuvendit është i domosdoshëm për stabilitetin institucional dhe për të shmangur pasiguritë politike që mund të linë nga mbështetjet e krijuara në institucionet kryesore të vendit. Kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, në anën tjetër ka konfirmuar gatishmërinë e tij për të pranuar ftesën për dialog me kryeministrin, por ka shtuar se gjithçka do të varet nga akt gjykimi që do të nxjerrë Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Sipas Abdigjikut, menjëherë pas publikimit të vendimit do të jetë i gatshëm të ulet në tërez me Kurtin për të diskutuar rrugën më të mirë për zgjedhjen e presidentit dhe për të siguruar një proces transparent dhe kushtetues. Aktualisht, dy lëndë janë të hapura në Gjykatën Kushtetuese, të cilat lidhen me paqartësinë kushtetuese në zgjedhjet e presidentit. Debati parlamentar u bllokua pasi vetvendosja propozoi dy kandidatë të saj, ndërsa opozita kërkonte që posti të jepet për një kandidat konsensual, gjë që krijoi një situatë ngërçi në institucion. Ky zhvillim ka shtuar presionin mbi palët politike për të gjetur një zgjidhje të përbashkët që të ruajë stabilitetin institucional dhe integritetin e procesit zgjedhor në Kosovë.